Libri Epirus Hodus vulgo Albania, Epirus e sot I quajtur Shqipëria, ka prekur temën më të ndjeshme të arkeologjisë shqiptare. Mbështetje e madhe për shkencëtarët serioz të kësaj fushë. Gjithashtu, u tregon rrugën autodidaktëve të fushave albanologjike me ndjeshmëri të lartë patriotike, duke I ndërgjegjësuar në përvërtetësinë shkencore të fakteve dhe artefakteve të analizuar të botim. Tërësia E lëndës së paraqitur në këtë libër varehet dhe përmes temave të shumta të fushës historisë, politikës, religionit, kulturës e tjerë, duke nxjerrë në pa element shumë dimensional të epirit, shtrirë në thellësi dhe ngjerësi të epokave historike e studimore, lidhjeve në thellësi dhe ngjerësi të epokave dhe proceseve të kaluara historike me të tashmen, duke sqaruar vazhdimësinë Pelazgo, ilire dhe shqiptare. Profesor Dr. Qerem Zenelej, me nivelin e tij njohës poliedrik, shoqëruar me një analizë studimore serioze, provon në këtë botim vazhdimësinë shkencore të identitetit. Shprehur në lidhjen e epirit antik Pelazg me Shqipërinë e sotme. Profesor Zenelej, në të vërtetë është zgjidhja e problemit pasi jo vetëm është studius pasionant dhe adhetar, por dhe një rilindas I ri, I cili romantizmin e rilindasve të kohës e ka kthyer në një realizëm kritik. Ky rilindës I kohëve moderne ka mbi supet e tij një punë studimore 25 vjeçare, që nga Universiteti I Prishtinës si profesor I filozofisë, sociologjisë e magjistër I shkencave politiko-juridike, e deri në certifikimin e dijeve në Universitetin e Vjenës, ku mori dhe titullin doktor I shkencave juridike mbi të drejtën ndërkombëtare dhe ekspert I së drejtës së Unionit Evropian. Këto specializime I dhanë të drejtën doktoraturës së dytë në lëmin e historisë së mesjetës në Universitetin e Vjenës. Ky formim I plot, shoqëruar me dashurinë për atheun, mundsoi profesor Zenelej të botoi 15 vepra dinjitoze, 6 ekspozita mbështetur nga një punë hulumtuese në 20 bibliotekat më në zë të Europës dhe mëtej. Preludi I këtyre përpjekjeve është botimi I Epirus Hodus vulgo Albanian, I cili në fakt është një udhëtim shkencor nga parahistoria Pelazgo ilire deri tek historia e qartë albano-shqiptare. Me aftësinë e tij analitike deduktive, kalon nga parahistoria legjendare epike me luftëtarë si Akili, Pelazgo ilir dhe Epiriot, deri tek besimi Dodonas Thesproto Moloso Epiriot. Legjenda kthehet në hulumtim historik, duke ndjekur dhe rrjedhur te Piro I ri Neoptolemeu, djali I Akilit, si babai I popullit Moloso Epiriot, ku janë analizuar me vërtetësi shkencore popujt bashkë jetues, Thesprot dhe Kaun. Mëtej, shpaloset me nota realiste ku hulumtimet historike shndrohen në histori prekse nga Piro I ri në kohë tek Piro Burri, luftëtari Epiriot I lir, që përballoi forcën e madhe luftarake të kohës perandorin romake. Në këtë familje Epiriotës qartësohet në mënyrë kritike figura e Filipit të dytë, Aleksandrit të Madh dhe nënës së tij Epiriotës e Olympia, ndër figurat më të rëndësishme me rrënjë Epiro ilire. Vëmendje shkencore kritike I është dhënë dhe heroi ton kombëtar Gjergj Kastriot Skënderbeut me bëmat e tij dhe besimin heraldik, ku me fakte të qarta historike provohet epirositeti I tij si princi I Epirit dhe mbreti I Shqipërisë apo Albano Domino. Historia fillon të marrë nota dramatike dhe dinamike me hyrjen në teatër historik të figurave të reja epiriote si general Gjergj Dimitër Basta, si dhe Luani I Janinës Ali Pashaj, ku energjia legjendare parahistorike kthehet në histori të gjallë, duke rezultuar vërtetësinë e zinxhirit të pakëputur Pelazgo iliro-alban. Kritika e kësaj kryevepre, nga ngarkesat e një enciklopedie e identiteti, analizon mëtej aktivitetin madhor të epirotësve trima dhe të kulturuar si Marko Poçari, Lambro Xhavelli me shok, të bindur se kombi dhe etnia janë një, luftuan me armë dhe penë për të krijuar kombin e ri Neo-Albania, që rezultoi shteti I ri grek. Ky shtet I ri helen nuk ishte gjë tjetër veç se pjesë e kombit Heleno-Pelazgo iliro-alban me fe dhe gjuhë të ndryshme. Këta levendas Epiriot
u martirizuan nga egoizmi i shtetit të ri grek dhe paragjykimi i fuqive të mëdha europiane, që influencuan në ndarjen nga nëna e tyre epiriote Shqipëria. Jo rastisht, diplomati dhe historiani gjerman Jakob Fellmeier thot se Greqia dhe kombi i ri u krijuan fal luftës heroike të shqiptarëve Arvanitas dhe vullnetit të Europës. Të analizuar në të njëjtën realizëm është përshkruar me drama që ndodhin në tek sllavat, në veri të kombit shqiptar, të cilët nga shekulli 5 deri në shekullin 7 të erës së re deri në ditët e sotme janë vetëm përvetësues të kufive etnik, jo vetëm përvetësues të etnik dhe slavizuan me dhunë popullatën autoktone ilire e shqiptare, por me ndihmën e shteteve të kulturuar europian, martirizuan në mënyrë golbertiane popullsinë autoktone shqiptare vetëm se ishin epiriota dardan të gjendur në vendin dhe në kohën e papërshtatshme. Kisha fatin të bashkëpunoj dhe të ulumtoj së bashku me profesor Zenelaj veprën e rëndësishme historike Epirus Hodus Vulgo Albanian, e cila do të shërbejë si Bibël dhe vepër monumentale dhe si imperativ kategorik dhe mision kombëtar i kohës në për cilët kemi kaluar dhe po kalojmë. Në këtë këndvështrim, pasi ulumtimit disa vjeçar në fushën e historisë, gjuhësisë dhe elementeve të veçanta albanologjik, me qëllim që atë dashuria të mos ngjelet slogan, por obligim ndaj të vërtetave, unë Stefan Pingulli, jam munduar të vendos një plan realist problematiket e prodhuara nga kjo vonesë të vërtetash, historike, ligjore, të përjetuara këto dekadat e fundit, sidomos në jugun e Shqipërisë, thënë sipas shtetit grek Vorojopili. E njëjta gjë ndodh edhe me veriun e munguar të Shqipërisë pra me problemet e Kosovës, Maqedonisë dhe Maqedonisë Veriut dhe mëtej. Kam analizuar pa hyrë thellë në detaje teknike të çështjeve të pazgjedhura ose të ndërlikuara nga shtetet kufitare greko-slave dhe shpesh të pranuara në heshtje ose me dashje nga institucionet e shtetit shqiptar. Çështjet kryesore për të cilat kam trajtuar përgjithsisht janë problemet e ligjit të luftës dhe pasojat që rrjedhin prej saj, paradoks i vërtet. Dëshira për të glabëruar territor detar mes ishurit konfuzit dhe bregdetit shqiptar në ndërlikim i pashkak. Problemi i Putrintit, një farsë shtetërore me pasoja historike. Varret e ushtarëve grek, që kanë luftuar për pushtimin e Shqipërisë, arsyet paqena. Problemi i Himarës, një praktikë shoviniste, dëshira dhe arsyera për të krijuar enklava greke në jugun e Shqipërisë e tjerë. Ndër problemet në veriun shqiptar të analizuar kryesisht për Kosovën janë genocidi serb mbi Kosovën dhe dëshira për formimin e enklavave destabilizuese serbe në Republikën e Kosovës, tendencë për destabilizim dhe agresion në këtë popullsi shqiptare sa të lashtë aq dhe autoktone. Vepra të tilla, si e piri sot, e quajtur Shqipëri e kanë udhëhequr akademinë rrënjë tona të përthith dhe të krijojë filozofinë e së ardhmes së kombit tonë. Në këtë rrugë, jemi mbështetur fort tek filozofët e lashtë Pellas Goelen, rilindasit tanë të mençur dhe patriot, studiuesit dhe albanologët e ku të ndodhur me ata gjermanë në krye, mbështetjen më realiste në filozofinë tonë të së ardhmes e kemi gjetur të tre kolosët e shkencës dhe të shpirtit dhe detar shqiptar, i madhi Aristid Kola, i cili ra dëshmor për bindjet dhe veprat e tij në mbrojtje të vërtetave për Shqipërinë dhe shqiptarët, Zoti profesor Eqerem Zenelaj, ky rilindës i ri i paepur, dhe Mateo Sharef, studiues dhe albanolog i madh francez. Këta rrugtar të vërtetave shqiptare shkoqitën zinxhirin e pandar pellazgo iliro shqiptar, duke na orientuar për vizionin e së ardhmes së kombit shqiptar. Në kuadër të këtij vizioni, kemi parashtruar në konkluzionet e veprës e biri ose sot Shqipëria e quajtur Shqipëria, disa nga qëllimet dhe objektivat të cilat po i parashtrojmë shkurtimisht. Kombi ynë rrjedh nga një zinxhir së pari etnik i pandërprer nga lështësia deri më sot. Kjo buron nga thirrja rilindase, ti ke pasken një zonjë ran, kur burrat e dheut të quhenin nan. Dhe me optimizëm, ti Shqipëri më jep nder, më jep emrin shqiptar, zemrën më gatove plot me dëshirë dhe me zjarr. Së dyti, kombi shqiptar beson tek bashkimi i pjesshëm
i trupit të tij etnik. Proceset e nevojshme që do ndodhin. Populli i Kosovës në rrugë referendare duhet kërkojë ndrimin e emrit Kosovë me emrin etnik Dardani. Së dyti, vazhdim i takimeve qeveritare me produkt të real bashkëpunimi, si unifikimi i verbitarive doganore, njësimi i taksave, heqja e kufive, deri në krijimin e një senati mbishtetëror për unifikimin e sa të mundshëm të verbitarisë parlamentare, duke ruajtur pavarësinë ndërshtetërore. Dhe së fundi, përpjekjet diplomatike ndërkombëtare për unifikimin e flamurit, megjithëse dihet që ka një vështirësi shumë të madhe, por ne duhet të rreshtim. Së treti, partia e shqiptarëve duhet të jetë shqiptaria. Mbështetur në 4 kolonat e demokracisë, legitimiteti, transparenca, përgjithshmëria dhe gjithëpërfshirja. Në kontekstin e legitimitetit është pasojë e sistemit votimit, duke bërë atë të drejtë për drejtë, majoritar ose proporcional me lista të hapura. Nuk duhet, sipas nesh, nuk duhet të zgjedhur kryetari i partisë domosdoshmërisht kryeministrin. Dhe presidenti të zgjidhet nga populli, si dhe krijimi i senatit parlamentar duke rregulluar disa nene të kushtetutës. Për të ndarë pushtetin, zgjedhja e kryetarit të gjykatës së lartë dhe prokurorisë përgjithshme dhe prokurorit përgjithshëm të realizohet me referendum sipas sektorëve ushtrues juridik. Së katërti, institucioni kombëtar i shkencës në kuadrin e Akademisë të Shkencave Shqiptare. Instituti kombëtar duhet të jetë parlamenti shkencor real, vendimarrës tekniko-shkencor dhe profesional në Shqipëri, me senat, personelin e akademisë të reduktuar dhe të përzgjedhur, sipas mendimit tonë. Në kuadrin e adedashurisë dhe koncepteve filozofike që na ngacmon vepra e piri ose sot e quajtur Shqipëri, kemi ndërfutur dhe disa përqasje filozofike me karakter shpjegues si përse duhet të ndihemi krenar, inferioriteti moral, flamuri shqiptar, adedashuria, domethënia e shprehjes barbar dhe karakteri ynë kombëtar. Në realizimin e veprës, e piri sot ose sot e quajtur Shqipëri, shfrytëzoj rastin të falenderoj ata individ institucione të cilat dhanë mbështetjen e tyre morale, profesionale, shkencore, materiale për ne dhe kombin shqiptar. Falenderimi kryesor e kam për baban Dimitrin dhe maman time Fanien, pas vdekjes të cilët me kulturën e tyre të gjerë dhe dashurinë ndaj kombit, përmosën tek unë ndjenjat intelektuale dhe atletare. Falenderimi i zemrës është dhe për gruan time Lulieta, si një intelektuale e rradhë që me praninë e saj dhe mbështetjen në familje ka qenë një mundësi e madhe pune. Në këtë punë, shtytje shpirtërore ka qenë dhe djali Dimitri dhe 2 vajzat Stella dhe Dorina. Falenderimi i rëndësishëm i takon bashkëpunëtorit profesor Qerem Zenelet, i cili më inkurajoi në këtë bashkëpunim të rëndësishëm. Falenderim kam dhe për mikun, bashkëpunëtorin e Akademisë Rënjëtore, profesor doktor Sazan Kurin, i cili me njohurinë e tij shkencore dhe dashurinë e pafund ka qenë gjithmonë frymëzim në punët e mia. Gjithashtu, falenderoj inxhinier Fredi Balen për bashkëpunimin e frutshëm në organizimin e Akademisë Rënjëtona. Ndihmës e rëndësishme ka qenë dhe puna kritike e ambasadorit Shaban Murati, bashkëpunëtorit kulturuar profesorit doktor Lucien Bashkurtit, filologut Gjejt Ndoj, ish drejtori i arkiveve, profesor Bujar Kabexhiut, historianit Asqeri Baçi, Kujtim Mateli, Skënder Hushi dhe Nurif Dragoti pas vdekjes, gjuetarëve doktor Albert Nikolla e Agron Dalipaj, falenderoj ambasadorin Arben Çeku, si dhe armenologun Bersh Piranian. Falenderojmë ato institucione dhe personalitete shkencore, të cilët mendojnë ndryshe nga ne, por kritika e tyre ka qenë shtys të jemi këmbgulës dhe bindës në argumentimet, volumtimet dhe realizimet tona. Shpresoj dhe uroj që vepra e piri sot e quajtur Shqipëri t'i shërbejë lexuesve dhe institucioneve kombëtare dhe ndërkombëtare për të arritur qëllimin madhor, që populli shqiptar në trojet e veta të gjejë qetësinë politike dhe kombëtare që meriton. Ju falenderoj.